Realisht, izolimi social në hapësirë të mbyllur është një nga përjetimet më të rënda psikologjike arta që mundet me ndodh një personi, sidomos kur si te Eliona sulmi vjen prej dy vajzave, por heshtja vjen nga gjithë grupi. Sulmi drejt për drejt i dhem shumë personit, por mos mbrojtja nga të tjerët mundet me shkatru totalisht atë person. Ajo nuk u mbrojt nga të tjerët, edhe në momentin kur ajo godit me astëk, u tallën, u shty edhe domethënë nuk ndërhyjte askush. Trupi i saj mundet me hy në një gjendje mbrojtje, pra ajo ngrirje brendshme, ajo qetësi e çuditshme e saj nuk është qetësi e thjesht, por është një mbijetesë, sepse njeriu mbyllet brenda vetes kur e ndjen që nuk ka aleat edhe domethënë thjesht mbyllet për me u mbrojt. Kjo mundet mandej me çu Elionën në një ndjesi, domethënë që e humb vetvlerësimin, fillon me dyshu në veten, edhe krijon në ndjesi të thellë vetmie, pra nuk e shoh si qetësi dhe pjekuri reagimin e Elionës, po më shumë e shoh domethënë si një mbrojtje, edhe një ndjenjë të vetmisë, një pasiguri që ju ka shkaktuar asaj prej dy karaktereve më të forta, të cilat e kanë goditën këtë rast Elionën.